Admir Çerpja, i penduar i bandës së grabitjeve të 7 milion eurove në rrugën e Rinasit, ka treguar parahetuesve detaje të tjera për mënyrën si u njoh me Dash Kupën, i dyshuar si organizator i dy grabitjeve. Mësohet se ata të dy janë njohur në Greqi në burg, ku të dy kanë qenë të dënuar për vjedhje. Sipas 35 vjeçarit, ata i kanë mbajtur kontaktet pasi mbaruan dënimin dhe u kthye në Shqipëri. Çerpja mësohet të ketë deklaruar para grupit hetimor se pasi ka diskutuar për grabitjen me ish komando Neim Avdulaj, ky i fundit i ka kërkuar t'i gjejë persona të përshtatshëm për të kryer punën. Admir Çerpja i ka diskutuar këtë me Dash Kupën, duke qenë se e kishte njohje të vjetër dhe kishte eksperjenca të tilla në Greqi. Grupi hetimor ka arritur të mbledh prova për 6 të arrestuarit e deri tanishëm, të cilët kanë marrë pjesë në grabitje. Fation Xhuliu dhe Dition Memlika kanë dhënë informacionin Neim Avdulajt se nga banka do të lëvizin shuma të mëdha parash, duke qenë se punonin në policitë private. Më pas Avdulaj ja ka përcjell informacionin Admir Çerpjas, i cili ka njoftuar Dash Kupën. Ky i fundit ka organizuar mënyrën se si do të goditeshin blindat me para.